largimin sa më shpejt, sa më parë të Edi Ramës, mbi të cilin rëndon një mal me dosje korrupsioni, mbi të cilin rëndojnë akte të tradhtisë më të lartë kombëtare ndaj kombit shqiptar për zënja masive e shqiptarëve nga Shqipëria dhe thikat pas shpindet ndaj Kosovës dhe autoriteteve të saj, mbi të cilin rëndojnë vjedhjet të tmerrshme të tij. Vetëm në vitin 2014, në raport një OSBE-s, Edi Rama akuzohet se ka depozituar offshore si ish kryetar bashkie 200 milion euro të vjedhura taks paguesve shqiptar. Por pas kësaj, seria e dosjeve është sa mali dajtit marrë në kuptimin e shumave prallore që përfshin, miliardave që përfshin. Sultani Surrelit është dëshmuar familjarisht një hajdut i pamshirë ndaj shqiptarëve. Ai ka grabitur me suitën e tij miliarda euro. I ka shtruar ato në pallate, vila për veten e tij në Saraje. Familjarët e tij figurojnë në dosjet kriminale të Akshit, në dosjen kriminale të Porto Romanos dhe në dhjetra dosje të tjera.